Një grup besimtarësh katolik kanë zhvilluar për herë të parë një manifestim paqësor kundër abortit. Besimtarë të shoqëruar dhe nga rregulltar, priftërinj dhe murgesha kanë mbajtur para ditën e sotme disa lutje përpara hyrjes qendrore të martinitetit Koxhoglozheni në Tiranë, në një kohë që në duar mbanin pankarta ku shkruheshin thirrje kundër abortit dhe përdorimit të kontraceptive. Një prej përfaqësuesve të lëvizjes Për Jetën, Kimete Klenja, tha se me anë të kësaj proteste të heshtur, synohet sensibilizimi i shoqërisë shqiptare. Njeriu në vetvete nuk është asnjëherë kundër jetës. Jemi këtu vërtet për të kërkuar mëshirën e Zotit për secilin prej nesh. Pse? Unë bëj mëkate të ndryshme nga këto. Dikush bën mëkate të tjera. Edhe ky është një mëkat. Edhe ky është një krim. Protesta kundër abortit dhe ligjeve që e lejojnë atë kanë marrë për masa të mëdha kohët e fundit në të gjithë Europën, por në Shqipëri një lëvizje e tillë është në hapat e parë, edhe për shkak të mungesës së informacionit.